Të përshëndesi Lirë, në fakt gjatë gjithë kësaj jave në qytetin e Durrësit ka pasur një numër të lartë turistësh që nuk kanë zgjedhur të pushojnë vetëm në Bregdetin e Durrësit, por të vizitojnë edhe sitet të shumta arkeologjike që qyteti i Durrësit ofron, dhe duke rënditur kështu Durrësin si një ndër destinacionet më kryesore. Në fakt, sa i takon aksioneve për lirimin e hapësirave publike, në qytetin e Durrësit ka pasur aksione të shumta nga Policia Bashkiake në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, të cilët kanë bërë të mundur respektimin e ndarjes vijës bregdetare me vendim të Këshillit Bashkiak pak ditë më parë, ku 30% e vijës bregdetare është ndarë për hapësira publike, ndërsa 70% është dhënë për sektorin privat, dhe duke respektuar këtë vendim ka pasur aksione të shumta nga Policia Bashkiake, siç e thash, të cilët kanë bërë të mundur sekuestrimin e shumë çadrave dhe shezllongëve, të cilët kanë qenë të vendosur pikërisht në hapësirat të cilat kanë qenë të dedikuara për plazhet publike. Ndërkaq dua të përmend në fakt edhe se si po shkon i gjithë sezoni turistik i qytetit të Durrësit, siç e ka dhe më herët, një numër i lartë turistësh kanë zgjedhur të vizitojnë qytetin e Durrësit, dhe kryesisht dhe gjatë kësaj fundjavë është vënë në re një numër i lartë turistësh, duke marrë parasysh edhe komunikimet me strukturat akomoduese të qytetit të Durrësit, të cilët kanë konfirmuar se gjatë kësaj fundjavë janë 100% të rezervuar. Në fakt, nisja e sezonit turistik me një numër kaq të lartë turistësh ka sjellë edhe kaos në qytetin e Durrësit, kaos trafiku, le të themi, ku shoferëvi është dashur të përballen me rallë të gjata pritjesh, dhe trafiki i cili nuk është i përqendruar vetëm në rrugët kryesore të qytetit të Durrësit, por kryesisht edhe në akset që të çojnë drejt vijës bregdetare të qytetit të Durrësit, ku akset më problematike ka qenë rruga që çon drejt Xhirit Lalzit, rruga që çon drejt plazhit të Currilave dhe rruga që çon drejt plazhit të Golemit. Në fakt, një numër kaq i lartë turistësh, duke krahasuar dhe me vitin e kaluar, ku Durrësi ka pritur mbi 1 milion turistë vitin e kaluar, duke marrë parasysh që ky sezon turistik ka nisur një muaj më herët, le të themi, dhe sipas strukturave vendore dhe strukturave akomoduese, pritet që ky sezon turistik të mbarojë dhe një muaj më vonë, pra në muajin nëntor. Pritshmëritë janë që ky sezon turistik do të mirëpres mbi 1 milion turistë të huaj. Në fakt, dua të cilësoj pak edhe problematikat që nuk e kanë shpëtuar syrit kritik të turistëve të huaj vendas, por edhe nga Kosova, që kanë zgjedhur të pushojnë qytetin e Durrësit, ku në komunikimet me ta, problematikat e tyre kanë qenë, le të themi, elemente si mungesa e rojes bregdetare në qytetin e Durrësit, ku kullat e vërejtimit janë të përqendruara gjatë gjithë vijës bregdetare të qytetit të Durrësit, por mbi to mungon elemente kryesor vërejtuesi, duke sjellë kështu një shqetësim qoftë tek pushuesit vendas, por edhe të huaj, duke thënë, le të themi, që nuk do të ketë një sezon të qetë dhe të sigurt për gjithë pushuesit që zgjedhin të pushojnë qytetin e Durrësit, ndërsa elementi tjetër ka qenë, le të themi, pastërtia në qytet, ku ka një mungesë theksuar të koshave të mbeturinës të përshëndruar kryesisht në vijën bregdetare të qytetit të Durrësit, ku gjatë fundjavave, le të themi, që krijohet një situatë pa kënaqshme dhe, le të themi, disi problematike shumë e rëndësishme, pasi fluksi është edhe më i lartë i turistëve gjatë fundjavës në qytetin e Durrësit, i lirë.